Faleminderit që u bashkuat bisedës, Zoj Veliu, si gjithmonë. Faleminderit për ftesën, përshëndetje ju dhe shikuesve të televizionit Ora. Përpara se të trajtojmë gjithçka që lidhet kryesisht me politikën, duke qenë se së fundmi zë vend me zhvillimet e saj, dua ta nis me atë që është e rëndësishme për vendin, për Kosovën, ku sot shënohen 26 vite nga dita kur forcat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë. Si e rigujtoni ndoshta dhe ju personalisht atë ditë dhe çfarë ka ndodhur pas, pra ku jemi sot pas 26 vitesh? Po, fillimisht unë dëshiroj që përmes televizionit tuaj të uroj të gjithë shqiptarët për ditën e çlirimit të Kosovës, pra 12 qershor i vitit 99, njëhet pra së dita kur Kosova është liruar dhe forcat e NATO-s, u futën prova dhe forcat toksore të NATO-s u futën në Kosovë dhe përfundoi të merri që kishte stuar populata e Kosovës nga xhelati serb. Pra është një ditë për të shënuar në historinë kombëtare, një ditë e veçantë, pra se kemi të bëjmë me një histori të gjatë që Kosova pra ka kaluar më tepër se një shekull nën thundrat e Serbisë, fillimisht perandorisë Serbo-Kroate Slovene, për vazhduar me Jugosllavinë e së fundi vetëm me Serbinë. Pra është rikthim i një historie të re për popullin shqiptar të Kosovës, duke mos harruar në asnjë mënyrë vujtjet dhe torturat që ka pësuar për 100 vite me radhë sa ishin nën Serbi. Në qoftë se e bëjmë një këndvështrim të asaj se çfarë ka ndodhur për 26 viteve, nuk mund të themi se s'është bërë asgjë. Ka pasur zhvillime, mirë po, unë me një gjë jam shumë i sigurt se nuk janë arritur objektivat e parashikuara, pra me njëherë pas mbarimit të luftës, dhe kemi 26 vite ku Kosova ende nuk e ka një statut të definuar, dhe pikërisht në këtë situatë kur Kosova ende është pa një status të definuar, pra në arenën ndërkombëtare, e kemi luksin që edhe sot e kësaj dite 4 muaj pas mbajtjeve të zgjedhjeve në Kosovë ende nuk e marrim guximin për të arritur deri te një marrëveshje e cila do të na çojë drejt krijimit të një qeverie dhe krijimit të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës. 26 vite pas luftës së Kosovës kemi ende 1600 trupa që nuk ju kanë kthyer familjarëve të tyre, pra janë 1500 viktima të cilat janë dikun në territorin Serbisë, të cilat i di vetëm Serbia dhe politika e tyre se ku janë ata trupa, dhe të gjitha ato familje vuajnë mungesën e një varri për më të dashurit të tyre. 26 vite pas gjithë asaj kemi një shtet që ende nuk e gjen rrugën e përfundimit të negociatave dhe arritjes në statusit përfundimtar, nuk e gjen ende rrugën e integrimeve euroatlantike, atje ku të gjithë qytetarët e Kosovës e dëshirojnë. Kemi një Kosovë që çdo ditë e më tepër po shprazet nga të rinjt, po mbetet e pa njerëzit, pa fuqinë e tyre punëtore, se Kosova është njohur si një nga vendet me një rini, me një mesatare shumë të ulët, pra që me një fuqi shumë të madhe punëtore, mirë po sot shumica nga ta ja kanë në mungesë të një perspektive në vendin e tyre, kanë mësyer vendet e Evropës dhe numri i tyre është shumë i vogël që kanë ngelur sot në Kosovë. A jemi më pranë rregullimit, nëse mund ta themi kështu, edhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, pra flasim për bashkëpunimin dhe një vijshmëri me aleatët tanë, sikundër është Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe i referohem pikërisht një zhvillimi i cili është përshëndetur ditën e djeshme nga Departamenti Amerikan i Shtetit për pranimin e 50 emigrantëve që do të vinë në Kosovë. Kjo, sikundër tashmë ne dim fare mirë, vjen nga vendet e treta në ndihmë të Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështjen e migracionit, që padyshim
është një nga temat më të rëndësishme të kësaj administrate. Si e keni parë fillimisht këtë lajm dhe a lidhet kjo ngushtësisht me një rregullim të marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po jo, unë së pari do të kisha thënë se vendimi i djeshëm i qeverisë së Kosovë apo edhe i vetë kryeministrit Kurti për pranimin e disa emigrantëve që do vinë nga Shtetet Bashkuara në Kosovë ishte vendim jo i rregullt dhe jo ligjor, pasi që Kosova sot nuk ka qeveri në fuqi. Kemi një qeveri e cila është në detyrë, pra pas mbajtjes së zgjedhjeve dhe si e tillë ajo obligimet e asaj qeverie janë vetëm për të kryer punë administrative deri në momentin që do të kemi qeverin e re. Për një periudhë të gjatë kohore, e sidomos në këto 2 vitet e fundit, është parë një ftohje e marrëdhënieve të Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian, pastaj edhe me partnerin tonë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në këto momente një vendim i tillë që është marrë tani në Kosovë, unë këtë gjë e shoh vetëm si një politikë populiste e cila po bëhet në prag të caktimit të datës së re të zgjedhjeve. Pra, këto janë gjitha vetëm për një fushat elektorale e cila pritet, unë jam i mendimit dhe nuk kam shpresë se me këtë kuvend që ka dalë nga zgjedhjet e kaluara, me sa po shihet nuk do të kemi qeveri dhe gjitha veprimet, qoftë nga pozita, qoftë edhe nga opozita, se kemi edhe deklarata të fuqishme, sidomos edhe nga partitë opozitare, përkundrejt marrëveshjeve, përkundrejt koalicioneve, dhe të gjitha unë jam i mendimit se janë duke u bërë pikrisht për fushat e cila do të përcaktohet shumë shpejt se kur do të kemi zgjedhjet e ardhshme të parakohshme, të cilat janë shumë të panevojshme në momentin e tanishëm, pasi që edhe pas atyre zgjedhjeve sërish do të kemi të njëjtat forca politike në Kosovë. Në Kosovë nuk kemi ndonjë parti tjetër e cila a vlen kjo fushat edhe për qytetarin në Kosovë, se nuk është se ka një kohë shumë të largët nga mbajtja e zgjedhjeve dhe çfarë po bëhet për ta ndryshuar mendimin e atyre cilët e votbesojnë një X parti. Dhe nga ana tjetër, vendimi ose le të themi përshëndetja që Departamenti Amerikan i Shtetit i ka dhënë një marrëveshje të tillë edhe në këto kushte që ju e cilësoni të një qeverie në detyrë dhe vendimeve se si duhet të merren. Çfarë përkthehet, se besoj një koment për Shtetet Bashkuara të Amerikës e keni, nëse kjo vlen edhe për te rëndësisë së saj të brendshme, se patjetër se cili ndoshta si për Kosovën apo edhe për SBA-n fillimisht shihet çfarë interesi ka vendi. Po, unë, si që thash prapë herët, ky vendim është kundër interesit të Kosovës. Kosova sot nuk ka kapacitet për të pritur emigrant të tillë. Mirë po, si do që tjetë, po vinë nga një vend mik, po vinë nga partneri strategjik pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kërkesë e tyre. Një kërkesë të tillë kanë bërë edhe shumë vendeve të tjera. Një kërkesë të tillë para pak javësh i është refuzuar Britanisë së Madhe, pikërisht nga zoti Kurti. Mirë po në momentin kur të gjithë janë të bindur se marrëdhëniet në mes të 2 vendeve janë të ftohura, dhe nuk kemi një qeveri që ka kaluar 4 vite dhe nuk e kemi pasur as edhe një vizitë të kryeministrit Kurti në shtëpinë e bardhë apo pritjet e tij në shtëpinë e bardhë. Këto janë disa veprime sa për të mbajtur elektoratin e tij apo besnikët e tij, se ja që administrata Trump ka marrëdhënie të mira me zotin Kurti. Nëse ne do ishim përballë faktit që një gjë e tillë do t'ishte ofruar nga SBA-ja dhe Kosova do ta refuzonte, do t'ishim përballë sërish kritikave që do t'i bëshin qeverisë në detyrë apo kryeministrit në detyrë, sikundër kemi parë shpeshherë vendime të cilat janë marrë dhe e dim fare mirë se i kemi analizuar shumë herë.
në këto momente nuk ka pasur nevojë të një refuzimit të tillë, nuk ka pasur nevojë as edhe të pranimit të një marrëveshje të tillë. Se për çfarë marrëveshje është fjala, është gjithçka e mbyllur, nuk transparenca është zero, nuk dim asnjë gjë. Edhe sot ju shtru pyetje kryeministrit dhe nuk morën përgjigje. Por unë mendoj se kryeministri Kurti ka pasur shumë të lehtë që një gjë të tillë mund të vendoset vetëm në momentin kur kemi një qeveri të plot fuqishme, një qeveri të zgjedhur e cila do t'i merr vendime të tilla. Qoftë ajo nga zoti Kurti apo qoftë edhe nga dikush tjetër. Mirë, por në momentin e tanishëm ka qenë, mendoj veprim i ngutshëm, jo i ngutshëm, po është krye politik populiste, është politik e cila për të mbajtur elektoratin e saj, se ja që tani kemi marrëveshje me administratën Trump dhe është i vetmi lider që po afrohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Kosova, por çka do të sjell kjo? Mbetet të shohim ditët në vijim. Unë mendoj se para të gjitha këtyre marrëveshje, para të gjitha këtyre veprimeve, edhe para negociatat që në një farë mënyre janë duke tentuar të zhvillohen, është krijimi i institucioneve të Kosovës, se pa krijimin e institucioneve gjithçka është e pavlerë. Këtu nisim tek politika e brendshme dhe padyshim po shohim, le të themi, një zvarritje për konstituimin e kuvendit. Tashmë e kemi trajtuar shumë herë, çdo 48 orë, nuk ka asgjë ndryshe. Nuk di nëse i keni parë dhe qëndrimet ndoshta të palëve përkatëse, të partive përkatëse edhe nga ana e opozitës, ku sot në fakt nga lideri i LDK-s është shpalosur pikërisht ai programi 15 pikësh i lajmëruar dhe më herët për një qeveri si kundër vetë zoti Abligjiku e ka thënë qeveria e unitetit apo tranzitore. Nuk e di nëse i keni parë dhe një koment çfarë do të sjellë edhe një shpalosje e tillë, duhet thënë. Po pjesën e ofertës Abligjikut e kemi dëgjuar kohë më parë për krijimin e një qeverie, kërkesë e cila nuk është pranuar nga lëvizja vetëvendosje. Por, çfarë vlerë kanë këto momente që risillet? Pjesën e 15 pikëshit nuk e kam parë, nuk mund të them asnjë gjë. Jo për përmbajtjen, dua t'i qëndrojmë pse rikthen edhe një herë zoti Abligjiku në këto kushte ku nuk është se ka diçka që lidhet me LDK-n në këtë aspekt. Nëse bisedimet janë bërë, ka pas këtë refuzim. Pse tenton zoti Abligjiku? Është në të vërtetë sikundër ai thotë se gjithçka vjen për të sjellë institucionet e reja, krijimin e qeverisë së re? Jo, nuk e thashun rastësisht më herët që veprimet jo vetëm të shefit të qeverisë apo qeverisë në detyrë aktual zotit Kurti, por edhe veprimet e forcave politike opozitare janë krye kaput për të dalur si jo fajtore për atë se çfarë është duke ndodhur. Pra, e gjitha kjo është bërë për të thënë elektoratit të tyre se ja që ne po jemi të gatshëm, ne po ofrojmë zgjidhje mirë, po zoti Kurti nuk po e pranon, apo qoftë të tjerët nuk po e pranojnë. Unë mendoj se e gjitha lidhet rreth asaj, se me sa po duket se thua se të gjithë tani më janë të pajtuar se do të shkojmë në zgjedhje të parakohshme, ka mbetur vetëm momenti se kur dhe cila do të jetë forma e shkuarit, se ne të gjithë dimë se as në zgjedhje të parakohshme nuk mund të shkohet pa konstituimin dhe shpërndarjen në parlament. E një parlament i cili ende nuk është konstituuar, pra po që duhet të shpërndahet pastaj për të arritur ritetit të zgjedhjeve. Dhe tani unë mendoj se e gjitha ajo çfarë është duke bërë si zotja, edhe pse nuk kam për të thënë të vërtetën, nuk i kam parë ato 15 pika që ju thatë se i ka shtruar sot zoti Abligjiku, nuk kam pas rast se ti shoh, po me kohën do t'i shoh, po e gjitha është në kuadër të fushatës parazgjedhore e cila pritet shumë shpejt të kemi sërish në Kosovë. Ndoshta edhe para 12 tetorit kur janë të caktuara për zgjedhjet lokale. Janë gati partitë politike opozitare, ndoshta, më shumë se sa partia fituese, lëvizja vetëvendosje, për të shkuar në zgjedhjet parakohshme?
Po, si mbas asaj çfarë është parë deri tani, çfarë është deklaruar deri tani, por edhe me veprimet e deri tanishme se çfarë është duke ndodhur, unë mendoj se më të gatshëm se të gjithë të tjerë për të shkuar në zgjedhje është lëvizja vetëvendosje, por edhe Partia Demokratike. Normal do shkruhet pyetja pse. Do shkruhet pyetja pse. Është pikërisht për faktin se lidhja demokratike ka pasur disa problematika dhe brenda lidhjes demokratike kemi individ që kanë dalur kundër veprimeve të kryetarit të tyre apo liderit të tyre. Dhe mendohet se ata do të humbin në elektorat. Pastaj në anën tjetër kemi një prishje të koalicionit në mes të Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe nisëm socialdemokratike, dhe në qoftë se ato të dyja do futen garës si të vetme në zgjedhjet e ardhshme, asnjëra as tjetra nuk do të kalojnë pragun elektoral. Dhe të gjitha ato vota do të marrin pikërisht këto parti, pra si Partia Demokratike, ashtu edhe lëvizja vetëvendosje. Kjo është mendoj ajo çka i shtyn apo çka i sjell si mafituese në këtë moment. Unë mendoj se në Kosovë është momenti i duhur për një parti të re politike, pasi veprimet e këtyre një parti të re politike e cila do të jetë e pavarur në politikat e saj, e jo të jetë prej e politika populiste të Zotit Kurti, siç janë sot Partia Demokratike, Sa kohë do të merrte një gjë e tillë për qytetarin në Kosovë? Edhe një herë më fal. Sa kohë do të merrte nëse do ta kishim një formim të një partie të re për ta implementuar tek votuesit, tek qytetarët? Sa kohë do të merrte kjo? Do të ishte në këtë pikë kaq shumë e rëndësishme dhe e nevojshme sa të ndryshojnë ndoshta disi edhe qasjet politike deri më tani? Po gjithçka do në kohën e saj, dhe unë mendoj se do të ishte mirë të kishim të krijuar sot për të pasur një rezultat të mirë në zgjedhjet e parakoshme. Atëherë na bie të flasim për pas 4 vitesh. Nëse do ta kemi. Jo, se në Kosovë nuk kemi traditë 4 vjeçare, në Kosovë kemi zgjedhje në çdo vite. Po një mandat ka përfunduar 4 vite, ndoshta është një augur i mirë për ta risjell sërish. Urojmë që qeveria e ardhshme të mbarojë mandatin e saj të plot, por është e vështirë për ta besuar një gjë të tillë. Është e vështirë duke u bazuar në përvojat e kaluara, se që nga viti i pavarësisht, po edhe nga vitit e çlirimit e tutje, nuk kemi pasur asnjë qeveri që ka arritur deri në fund. Dhe unë mendoj se është momenti i duhur për krijimin e një partie të re në politike në Kosovë. Dua edhe një koment për zgjedhjet lokale, të paktën çfarë është parë në terren, duke sikur palët politike, qoftë opozitare, por edhe nga lëvizja vetëvendosje, po e fokusojnë disi vëmendjen tek zgjedhjet që do të mbahen në 12 tetor të këtij viti. Apo punojnë në të vërtetë për komunat, apo po punojnë për të pasur zgjedhje të parakoshme, gjë që do t'i vlente për një fushat apo mini fushat të dytë? Po me të thënë të drejtën, lëvizja vetëvendosje ka qenë shumë e interesuar që zgjedhjet e përgjithshme t'i bëj në një ditë të përbashkët me ato lokale. Dhe në një farë mënyre, sikur edhe opozita është duke punuar në atë drejtim. Përderisa këta nuk janë të vendosur për të konstituuar parlamentin dhe për të shkuar ndoshta edhe te shpërndarja e tij, përderisa nuk kemi një marrëveshje politike apo një koalicion, atëherë po i afrohem datës së 12 tetorit, pasi me rregullorin e Republikën e Kosovës që nga shpërndarja e parlamentit, presidenti është i obliguar që brenda 45 ditësh të caktojë datën e zgjedhjeve. Dhe nëse sot do shpërndahej parlamenti, atëherë nuk do të kishin datën 12 tetor, po zgjedhjet do mbaheshin më herët. Dhe një gjë e tillë më së tepërmi është duke i shkuar për shtati lëvizjet vetëvendosje, pastaj ajo në gjithmonë në zgjedhjet lokale ka qenë më e dobët se në ato të përgjithshme dhe nacionale. Pra, dhe unë mendoj se ata janë shumë të interesuar që duke bërë një fushat të përbashkët të zgjedhjeve
përgjithshme me ato lokale të rrisin numrin e komunave të tyre, pasi aktualisht lëvizja vetëvendosje drejton vetëm me 4 komuna në të Republikën e Kosovës. Dhe si forca e parë është numër shumë i vogël i komunave, edhe për këtë çështje ata janë interesuar dhe pikërisht është kjo vazhditje e gjithë procesit që të arrihet në një farë forme të shkohet në të njëjtën kohë. Mirë, nuk e kuptoj opozitën, partitë opozitare, po themi pasi tani nuk kemi ende kuvend të konstituuar, pse nuk i marrin veprimet të tyre, përderisa ata nuk janë të gatshëm në një koalicion me vetëvendosjen, dhe lëvizja vetëvendosje si e vetme nuk po arrin të bëjë numrat, ata pse nuk e votojnë në këndër qoftë për kryetar të parlamentit në mënyrë që të shkohet drejt atyre afateve kushtetuese, pra se me zgjedhjen e parlamentit, atëherë do të saktohet i nominuarit për kryeministër dhe ai do të ketë vetëm 3 javë ditë për të krijuar shumicën. Nëse nuk e krijon shumicën, e hup mandatin dhe mandati kalon te forca e dytë politike. Por sikur janë ato inatët se si njëra ashtu edhe pala tjetër shihet qartë se nuk i kanë numrat për krijimin e qeverisë. Qartë, zoti Veli, unë ju falenderoj shumë që ju bashkohet bisedës, si gjithmonë është kënaqësi trajtojmë zhvillimet politike dhe jo vetëm që na vijnë çdo herë nga Kosova dhe të mirëpritura padyshim. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistë.